Bashkia Korç ka vijuar të zbatoj programin social subvencionimi i qiras, një nga masat më të rëndësishme mbështetëse për familjet e pastreja dhe ato në kushte të vështira ekonomike. Në krahasim me vitet e mëparshme, këtë vit është shënuar një rritje lehtë e numrit të përfituesve, si rezultat i kërkesave më të shumta. Drejtoria Mirela Balli thotë se aplikimet për 2026 janë mbyllur dhe janë duke u shqyrtuar. Gjatë gjithë vitit janë mbështetur rreth 32 familje. Këto familje figurojnë në ndihmë ekonomike ose në kushtet e përfitimit të ndihmës ekonomike, pavarësisht se ata mund të mos e kenë përfituar, por që janë në pamundësi ekonomike, pra rezultojnë në pa të ardhura. Në lidhje me aplikimet për vitin 2026, ligji përcakton një afat, që do të thotë të gjitha aplikimet duhet të sigurohen brenda muajit nëntor. Prej muajit dhjetor bëhet vlerësimi nga zyra, aplikimet bëhen në e-Albania dhe vlerësimi bëhet në sistemin online të strehimit. Balli shton se kontrata e qiras është dokumenti kryesor dhe i domosdoshëm për të përfituar nga ky program. Deri tani figurojnë rreth 35, ne jemi duke bërë aplikimin dhe subvencionimi përfitohet me vendim të Këshillit Bashkiak, bazuar te kontrata e qiras, i cili është një nga dokumentat kryesore. Sa i takon vitit 2026, financimi do të jetë në masën 50% nga fondet e bashkisë dhe 50% nga buxheti i shtetit, me synimin për të mbuluar më shumë familje që përballen me vështirësi ekonomike dhe nuk arrin të sigurojnë një banesë me të ardhurat e tyre.